nuk është dhe speker krye parlamentari. Prandaj nuk e di çfarë logjike është kjo e trajtimit kësaj të pozitës numër 2 në shtet. Natyrisht, kryeministri dhe presidenti janë dy figura ose pozicione cilat më po dihet shefi i ekzekutivit, po edhe figura e presidentes këtë rast, po të dy të dihet, nuk po predikojnë kush mund të jetë, por nuk janë veç figura ose pozicione ceremoniale, sepse edhe të figura ose pozicioni që është mandati i presidentit në Republikën e Kosovës me kushtetut janë disa. Se beson se LDK-ja nuk mjaftohet me pozitën? Kompetenca të rëndësishme e tjera. Urdhani. Se beson se LDK-ja nuk mjaftohet me pozitën e krye parlamentarit? Marë parasysh se edhe në zgjedhje, pavarësisht se kishte Vjosa Osmani në kësaj radhe, nuk është se doli shumë më mirë se në zgjedhjet e kaluara. Pra rezultati zgjedhore vendos të tretën edhe kësaj radhe. Po, pozicioni pse nuk është i kënaqur, këto janë pozicionime politike në përballje me partnerin e mundshëm, që për mua nuk do të thotë që është edhe fiksim i atij pozicioni. Pra, në dialog, në marrëveshje ose bashkëbisedë, në marrëveshje në dialog, mund të lëvizin pozicionet, prandaj nuk dihet se çka do të ndodhë më pastaj nëse kanë vullnet të mirë dy palët. Mirë, po edhe unë dyshoj që kanë koreksi mjaftueshme dhe gatishmëri të sinqert për të bërë institucionet, sepse ato sinqerisht kur është gatishmëria maksimale, kur është sinqeriteti i nevojshëm, se në politikë nuk ka shumë sinqeritet, por spaku kur bëhet fjalë për interesa madhore të vendit, këtë rast do duhej të jenë sinqert në aspektin e gatishmërisë së realit, mirë fillt, praktike për të bërë institucionet, atëherë pozicionimi në kuptimin e asaj se çka do të kem unë dhe çka do të kesh ti në palë dialoguese, pozicionimi mund të lëvizë, sepse është normale që fillimisht hyjet me pozicione më të larta, me pastaj mund bëhet kompromise, mund bëhet ndryshime pozicionesh. Prandaj do të shohim në orën e vijim, uroj që të bëhen tjetë një marrëveshje, uroj që të bëhen institucionet, po në rastin tjetër që nuk mund të anashkaluhet ajo që na pret e ajo për zgjedhje tjera, për të cilat të gjithë po deklarojnë se s'ka nevojë. Edhe zoti Kurti ka deklaruar se nuk është për zgjedhje tjera, edhe lider tjerë, edhe qytetarë shumica absolute. Po megjithatë ndjes që ju ndërpres, por i përmendi edhe gjatë ditës së djeshme. Po, e lartë kuptohet që nuk është larg ajo mundësi, sepse nëse bën ndryshe do shkohet në zgjedhje. E tha, dhe kush di me lexu ato që thuhen dhe ato që nuk thuhen qartë, për mua ke dy alternativa, do të thonë me përqindje gati 50-50. Që bëhet diçka mirë që s'bëhet, me përkthy në gjuhën më thjesht praksisit, që bëhet diçka mirë që s'bëhet, shkojmë zgjedhje, ashtu edhe lexova në deklarimin e zotit Kurti. Në këtë diskutim dhe në këto frymë të deklaratave nga